transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në emisionin Jeta me Kur'an së bashku me profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha dhe kështu do të vazhdon edhe kjo pjesë e tretë e programit. Pjesa e tretë e programit bazohet mbi objektivat hynore në Kur'an. Kështu do të jetë titulli i kësaj pjese të tretë të programit, prandaj ne pa humbur kohë do të e kalojmë fjalën tek doktori për të nisur pjesën e tretë të programit. Faleminderit moderator, shikues të nderuar, mirë se vini përsëri në emisionin pjesën e tretë, Jeta me Kur'an. Pa më herët pjesën e parë, ca veçori specifika të Kur'anit, pjesën e dytë nga etika hynore, po dhe diçka nga etika njerëzore në Kur'an. E tani kajmakun apo kapakun e këtyre gjërave që i përmendëm për kanë janë këta. Çfarë objektiva, çfarë synime, çfarë qëllime ka ky Kur'an për të cilin na po thrasim që jeta jonë të bazohet mbi këto parime, që jeta jonë të kurviset dhe të funksionon me këto parime, çfarë synime, çfarë synon Kur'ani dhe mesazhet kuranore, dhe me thonë përkitazi me këtë çështje të cilët po i diskutojmë. Objektiva kryesore humane në Kur'an për të mirën e njerëzisë që ka ardhur, për të mirën, po të kuptonin, njerëzia gjithmonë gjatë shekujve kanë qenë të qoroditur dhe kanë pas besime të gabuara në fuqinë çka kemi mësuar në shkolla fillore marksiste, leniniste, fuqinë mbinafirore. Po, prandaj ato besime të qoroditura, Kur'ani ka ardhur për mirë tregue se ekziston vetëm një besim në Zot, besimin në një Zot, ndërsa tërë zotra tjera dhe thotë duhet luftuar dhe duhet mohuar dhe nuk duhet besuar. Asgjë tjetër. Prandaj si obligim objektiv kryesore, Kur'ani në ajetet e tij këto temat i ka debatuar dhe i ka shtjelluar detajisht. Prej objektivave kryesore humane, se cilën Kur'ani ka kushtuar rëndësi dhe i kushton dignitetin njerëzor. Njerëzia ka vlerë të madhe në sy të Kur'anit. Gjaku i njeriut ka peshë të madhe dhe vlerë të madhe. Digniteti njerëzor, vlera njerëzore ka peshë të madhe. Nuk guxon askush ta cenoj, ta nënçmoj, ta sklevroj, ta shtypi, ta dënoj, ta keqpërdori, ta dhunoj. Askush nuk ka të drejtë. I vetmi i cili ka të drejtë ditën e gjykimit me marrë në llogari dhe me dënua krijuesi i tij. Allahu xhaleshanu. Po, krijuesi i cili e ka krijuar, po ai ka të drejtë, po që se nuk është përfill ky njeri sa ka qenë gjallë urdhrave të tij. E këtu vjen tani ai sanksioni i xhenetit dhe xhenemit. Dënimi do thotë me të mira, dënimi ndëshkimi me të këqija në xhenem dhe do thotë kënaqësia në xhenet me të mira. Po, shpërblimi. Prandaj digniteti njerëzor është shumë me rëndësi në Kur'an. Saqë të gjithë njerëzit do thotë duhet të bashkohen dhe të koordinojnë punët e tyre që të harrojnë harmoninë e tyre, të harrojnë do thotë atë vlerën njerëzore humane dhe kur mos tolerojnë që do thotë të kacafyten apo të derdhë gjaku, domethënë në emër të interesave personale. Kjo është shumë e rëndësi. Numër 3, të drejtat e njerëzit, çka po flasin sot organizatat botërore, Kombet e Bashkuara. Kur'ani para 1400 viteve i ka shtjelluar dhe i ka deklaruar këto drejtat e njerëzit prej A deri në Ž në këtë libër madhështor, në këtë katalog. Gjitha të drejtat që ekziston njeriu do thotë për me mësua, për me jetua, për ajër të pastër, për edukim, për zhvillim, për paqe, për rahati, për mbikëqyrje, për siguri, për gjitha këtë gjanat ajetet koranore do të flasin dhe i ka dhënë rëndësi, askush nuk guxon do të me i cenu këta. Askush nuk guxon me frigua dikant. Askush nuk guxon dikujt me mbjell frikën apo me rrezikue jetën e tij. Të thotë të drejtat e njeriut për pasuri,
për ushqim të mirë, për mbikëqyrje, për edukat të mirë, për shëndet, do thot, për gjitha gjana sot që kam për diskutojmë, gjitha janë të debatuara në Kur'an. Thënë objektivat kryesore, synimet kryesore të Kur'anit. Spastrimi i shpirtit njerëzor. Kur'ani ka ardhur me spastruar shpirtin njerëzor. Nga brenda, se ky shpirt, ky trup është si një bjeshk. Në atë bjeshk ka aty edhe ndër bjeshk metale të çmueshme, ka edhe metale që do të thotë dhe e guri që janë do të thotë gjëra elemente pa çmueshme. Në këtë njeri ka do të thotë veti, ka cilësi që janë shumë të çmueshme. Po ka edhe veti tjera që thotë që i përkasin botës shtazarake, që i përkasin botës do të thotë të kafshëve, jo humane, jo të larta, jo të melaqeve. E Kur'ani ka ardhur thotë me rregulluar shpirtin e njeriut. Inshallah, ndoshta ligjërat e ardhshme në javën e ardhshme do t'i përzgjedhim ajetet kuranore që kanë të bëjnë me punën e zemrës dhe të nefsit. Po, ta gjanshtë do thotë se kjo egoja njeriut, po, kjo edhe ngreh ka hamira, po edhe ngreh ka keqja. Ngreh ka melaqet nga lartë, ka Zoti Gjeleshanu, ka Allahu, po ngreh ka do thotë ka kafshët, ka dheu, ka toka, e bën njeriun të poshtër. Shumë është kjo temë e rrezikshme. E Kurani ka ardhur me rregullu njeriun, se përndryshe kur nuk rregullohemi edhe na shpirtërisht, se kemi rregull të këtë çështjet, na atër dhe sillemi si kafshë e gërsira. E kjo gjendje globale tani, për disa që s'pi kuptojnë këto realitetet kuranore, nuk pi kuptojnë këto moralet hynore dhe etikën hynore, durimit, e sabrit, e sprovave, po, ata tani sillen si kafshë ndoshta, si e gërsira në shtëpi, thejnë, po vrasin, mbysin, bin depresion, dhunojnë, çmos bëjnë. E Kurani ka ardhur me rregullu edhe këtë. Kurani ka ardhur me mbjellë në zemrat e popujve, njerëzve, devotshmërinë, takuan, i thënë, arabisht. Po kjo devotshmëri ka shumë një manat, një kuptim të madh. Inshallah, nëse kem jetë të gjatë, edhe këtë ta komentojmë. E sidomos në prag të muajit të Ramazanit, leallekum tattaqun, do thotë çka është takwa, të jeni devotshëm. Në Kur'ani ka ardhur me rregullu, edhe me fiksu atë anën e prisht, anën e errët të shpirtit të nefsit, po edhe me fiksu, me rregullu, me bë të devotshëm dhe me ngrit lart, do të thonë si engjujt, si melaqet. Që të jetë ky njeri i ruajtur dhe i kujdesur prej gabimeve, prej fjalëve, prej sjelljeve të këqija e tjera. Kur'ani prej objektivave humane në Kur'an, po është në nështrim ndaj urdhrave të krijuesit. Në nështrim. Një njeri që nuk respekton Zotin, Gjeleshanu, urdhrat e tij, po, ai edhe rebelohet ndaj urdhrave të shtetit. Ai edhe rebelohet ndaj urdhrave të qeverisë. Ai edhe rebelohet ndaj urdhrave të ministrisë, po, të organeve të larta. Prandaj mësohet, Kurani mëson të ribijet bon të ushtron ti me qenë të thënë njeri i trajnun për me i respektu urdhrat. Këto është ai dimensioni sekret i Kuranit që shumica nuk pedin, o vëllezër të ndershëm, o intelektual, o qeveritar. A keni pak logjik me mendua, do të thotë pse puna në nështrimit luan rol të madh në zemrën e njeriut. Pse na po i nështrohemi me urdhrat të Allahut, se ky nështrim i jonë ndaj krijuesit na ushtron edhe mi u nështrua urdhave të juaja, kur i keni me vend, kur i keni në rregull, kur i keni për të mirën e njerëzisë, na farze kemi. Prandaj nuk po shoh ndonjë problem se jemi mshele për shtëpia për shumë. Nuk po shoh ndonjë problem diçka pse kemi fut ata po thën karantinë. Tana të mirat e Zotit i kemi. Luftë nuk jemi. Refugjat nuk jemi. Në për spitale nuk jemi. Po, me hangër e me pi, që ka dhonë Zotë Gjeleshanu, bereqet, po bëjmë idare. Shqyshër Zotë Gjeleshanu pranë familjeve, pranë fëmijëve, që kije din? Kënë në shtrijem jemi, ndaj qeveris, po thot mos se falë namazën gjemi, s'pe fali, mos se falë gjuma, nuk pe fali. Na kemi një matë madhë tonin, një udheqës tonin, fetar, apo lider, po, apo një prins, apo një mbret këtu, edhe për i nështrobe urdhave të ti.
Edhe atje ku kemi qeverin ton, në Kosovë, në Shqipëri, në gjithë ju në botë, borgje kije, farze kije me ndëgju dhe mos më ju rebelua, po dhe me respektua. Pse shtat ulil emër me Kur'an e ki me borgje ato me respektua dhe me ju nështrua. Allahun, pejgamberin dhe lidert qeveritar tuaj, djetar tuaj. Prandaj, këta janë për objektiva koranor që e trajnojnë njeriun se si me qenë nështruar dhe i urtë. Për objektivave humane në Kur'an, po kujdesin ndaj familjes, po obligimet tona familjare, puna jonë për familjen, për mirëmbajtjen, për edukimin, për këshillimin, për udhëzimin, e tjera. Prej objektivave humane në Kur'an, po digniteti i femrës, i gruas, kur nuk është cenuar, do me thonë, ma shumë se sa sot. Kur nuk është nënçmuar femra si femër, ma shumë se sa sot, po kur e kanë leju ato dhe më fut, çdo fush, me punua. A i përshtatet natyrës e saj, apo nuk i përshtatet. Aja doron, do me thonë, trupi i saj, apo nuk e doron. A është ajo dhe thot e lindur për këtë çështje apo jo, kjo nuk është interesuar. Të drejtat, barazia gjinore, të drejtat e barabarta. Kurani këtu ka ardhur na tregon. Çfarë të drejta ka ajo, çfarë të drejta ke ti si mashkull, ajo si femër. Ke të drejta që drejtat e tua nuk i përshtaten dhe nuk i përputhen asaj dhe nuk bon compatible, nuk pajtohen me të, po as drejtat e asaj ka disa të drejtë që nuk pajtohen me mua. Këtë duhet me kuptu çdo kush i cili ka logjik të shëndosh. E Kurani gjahiliet, kur e kanë ury femrën, kur e kanë ury gjinin femrore, kur e kanë sulmu dikon pse i ka lind, pse ka vajzë, apo pse i ka lind foshnja vajzë, po i kanë mbyt, i kanë keq përdor, i kanë të thot i kanë ndalu nga martesa, ja u kanë hangër hakun e tyre, kanë bë çmos të nazezat, ka ardhur Kurani me tregu, ja ayyuhan nas, duke të o ju njerëz, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ju kemi kriju ju nga një mashkull dhe nga një femën, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu, ju kemi bë fisë dhe popull me njoft me njëri tjetrin. Inna akramakum 'inda Allah atqakum, më i mirët për ju te Allahu. Është ai i cili është më i devotshëm. Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, kush bën vepra të mira, mashkull apo femër, dhe ajo besimtar apo ajo është besimtar, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, kemi me ngjall ato në jetë të mirë. Prandaj Kurani ka kushtuar shumë rëndësi kësaj çështjeje, për mjerërisht intelektualët, po ateistët, po ata cilët sekularët apo sekularistat shumë po i luftojnë këto vlerat. E unë jem edhe optimistik që shumica e prej tyre gjahila, do të thonë ignorant, nuk kanë lexuar, nuk dinë. Dhe i sulmojnë kështu, do të thonë, në mënyrë paushale. Po, kultivimi i diversitetit njerëzor. Kurani ka ardhur me këto objektiva humane për me kultivu këtë ndryshime që e kemi në mesin ton. Po, raca të ndryshme, gjuhë të ndryshme, ngjyra të ndryshme, komsi të ndryshme, po, edhe besime të ndryshme, po, përgjithësi këta Kurani neve na thret, edhe me këtë diversitet, racor, etnik, fetar, religjioz, Kurani na thret me qenë si gishtat e dorës, si dora. 5 gishta i kemi, po s'janë të njëjta, po të gjithë funksionojnë, të gjithë e kryejnë punë. E këto gishtat, çka funksionojnë kështu, këta ja kanë këtë menaxherin kryesor, këtë gishtin kryesor që i udhëheq dikush. Këta gishtat, 4 gishta tjera, pa këtë kryesorin, këta të thot nuk kanë vlerë. E patjetër duhet me pas një lider, dikush që i udhëheq këta përpara dhe që i menaxhon, që i funksionon me këtë gishtat. Pa kur një farë problemi. Këtu vjen rëndësia Kur'anit dhe thot, që na thot me të vërtet besimtarët janë vëllezër, innamal mu'minuna ikhwa, po, besimtarët janë vëllezër. Po, aspekti vëllezëror na edhe racave tjera, ngjyrave tjera, edhe religioneve tjera që ka janë popujt tjerë, na i kemi ata vëllezër në humanizëm. Vëllezër në humanizëm, në njerëzi. Prandaj
nuk guxojmë as drejtat e atyre mi ja ushkel, as nuk guxojmë ata mi, do thot, mi sulmua, apo mi etiketua, apo mi njollos, apo diçka keq dom ju sjell atyre. Obligimi jonë është vetëm me e predikua dinin, fen. Këtu është e kërkesa kuranore që ka ardhur që nga dita e parë, para 1400 viteve, ju lutem mos na dilni përpara. Mos na pengoni nga predikimi. Askënd nuk e obligojmë. Askënd nuk e dhunojmë me forcë me pranu këtë çka po flasim. Jeni të lirë. La ikraha fi din. Është dalluar realiteti pi jo realitetit. Është dalluar nata nga dita, e vërteta nga e shtrembëra. La ikraha fi din, s'ka dhunë në fe. Gjithmonë edhe gjatë historisë osmane, e që shqiptarët kanë rajnt, i kum debatu këta çështje në librin tim Doktrinat e tefsirit në 100 faqet e para, duke u bazuar në historiografinë serbo-kroate, serbe, slavo-greke, ruse, bullgare, po që Osmanlitë kanë përhapur edhe fejen me shpatë, me dajak, e me dhunë. E sot as ditë jeni sa lider të religioneve tjera që akoma sot do të thonë i ndjellin këto të rrenat edhe besojnë këto rrenat. E prandaj duhet me ditë që Kurani vetëm ka ardhur me i predikua mesazhin hynor. Këtu është forca e Kuranit, po. Me thirr, da'wa, me thirr në Allahun xhela shanuhu. Ud'u ila sabili rabbik bil hikma, në mençuri dhe me fjalë të mira, wal mau'izati al hasana, dhe me debatu në mënyrë të mirë. Varmisht e dinit islam, orientalistët, misionarët, krishterët, ata gjithmonë të thotë i kanë njollos historinë dhe e kanë deviju historinë, i kanë manipuluar me realitete, edhe sot kanë dalë gjenerata çka po shohim tani. Prej objektivave humane, Kurani na thret që të jemi dëshmitar dhe shembull në çdo vepër, në çdo sjellje, në çdo fjalë të kemi me kualitet. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Me qenë shembull dhe dëshmitar për popujt tjerë ditën e gjykimit, po edhe në këtë jetë. E mesataria, po, të jesh moderator, jo ekstrem, po jo majtist, jo djathtist, po të jesh i mesëm. Këtu ka shumë çka të flitet në këtë aspekt. E një prej kuptimeve të mesatarisë që Kurani na thotë është edhe kuptimi i kualitetit dhe i forcës. Sa kualitet na kemi në punë. Sa jemi shembull për tjerë dhe sa jemi ideal për të tjerët. Këta janë vlera humane në Kur'an. Thirrje në të mirë, ndalesë nga keqja. Borxhe kemi me tregu çka është mirë, çka është keq. Borxhe kemi. Prandaj ata që kanë autoritet, ata obligim e kanë, do të thotë këtë parim me aktivizua. Keqen me ndalua dhe të mirën me përhap. Prej parimeve kryesore humane në Kur'an, paqja dhe rahatia, çka po na mungon sot. Po nuk ka rahati dunjaj dhe s'ka me pas kur. Mos e harroni këtë fjalë ka thënë profesor Sejid Kutbi, rahmeti pa shpirti, në librin e tij El Islamu was Salamu al Alami, Islami dhe paqja botërore, la dhamira la salama lil alam. S'ka me pas paqe bota, dhamiru al fardhi la yastamti'u fihi bis salam. La salama lil alam, dhamiru al fardhi la yastamti'u fihi bis salam. Nuk ka me pas paqe në botë, përderisa individi në këtë botë, zemra e individit nuk është rahat. Nuk ka paqe në zemër. Prandaj paqja fillon nga ti, nga unë, nga individi. Këtu është starti. O intelektual, o njerëz cilët po luani me fatin e njerëzve, ktheuni në këtë libër, ktheuni në këto vlerat kuranore dhe në fund prej objektivave humane në Kur'an, ndihma reciproke. Na duhet të ndihmojmë njëri tjetrin në raste të vështira, në raste të thotë kur na kaplojnë, godasin sprova të ndryshme, thënë mesazhet kuranore, objektiva kryesore kuranore për humanizmin, përgjithësi, pa dallim të të ngjyre, race, feje, musliman apo jo musliman. A ka tani arsye pse mos kthehemi në Kur'an? A ka tani diçka në problem pse mos ti praktikojmë unat e Kur'anit? Normal, faj numër 1 fund,
për me e tregu kajmakun e Kur'anit, normal, nuk pritet tani nga institucionet laike që i kemi na vendet tona, apo në përbot, po ta gjane që i komentum, numër një këta duhet me aktivizu dhe me bo një reformë radikale, ndryshim institucionet tona fetare, kryesit e bashkësive islame në trojet balkanike, po në për shkolla, në për medrese, në për xhamia, ata muqu dhe me e qitë, këto realitetet me i qitë, me një pjatë bashkohore me i kuptuar njerëzia. Mjaft më matë, çka po thrasin islam tradicional, në rregull islam tradicional, po kjo fjalë islam tradicional, edhe unë jem islam tradicional me një aspekt, mirë po islam tradicional, a jeni të po që ala me gjenaze, e me vlyda, e me ziqra, e me jasina, e me vore, e me thashe thome me tyrbe, ala me mjekra, e me qarapa, e me gishta në xhami, ala islam, çka në kjo? Duhet me qitë një islam, një prezentim aktual, bashkohor, sot që e kupton botë, e kupton intelektuali. E sot, kur flasim na, tash me botën, me intelektual, me këto alternativa, me këto programe tona, atër këtu tani, në tavolinë jemi të gjithë. Sistemet njerëzore po vinë, fuqit njerëzore po vinë, dobësiat të njerëzore po tregohet dita ditës, e tani, ka? Hajde pra të këshyrim Koranin. E fajin, u ala, edhe atyre institucione tona, cilët dhe thët, duhet me punu ma shumë, duhet më qupi gjumit, duhet më shkond dhe me bo reforma. Reforma të diskursit fetar, reforma të diskursit dhe thët akademik, reforma të diskursit dhe thët predikimit fes, edhe me hec me kohën, se Kur'ani është libër, kitabu l'insaniyeti kulliha, libri tër njerëzimit, dhe kitabu zemeni kulli, libri tër kohërave. Allahu na ndihmoft. Ju edhe neve. Ju falenderoj me zemër për ndërën e respektin, me kaq po përfundojmë pjesën e tretë dhe shifëm inshallah në emisionet tona të harshme. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tani në seancën e një 2-3 pyetjeve në lidhje me temën dhe po përfundojmë emisionin. Ju faleminderit. Aleikum selam doktor. Faleminderit shumë edhe juve për shpjegimin edhe sqarimet e kësaj teme. Do të nisim me njëherë me pyetjet. Na shkruan Fatbardh Sjarina, thot selamu aleikum, kisha me pyet hoxhën, thot cili është tefsiri më i mirë në shqip për me lexu si komentimi i Kuranit. Faleminderit për pyetjen. Allahu trujt për tefsir momentalisht mirë është botimi i Hafiz Ibrahim Dalliut, do thot pjesërisht që është botu ajo është më i mirë, më i gjerë, nëse mundesh me gjetë ai ka kuptimeve të Kuranit. Edhe është botu, një ribotim do thot, mundën me gjetë në për librari islame, do me thonë Këshillet Bashkësisë Islame në Prizren apo edhe në Prishtinë, është një volum, ai ka kuptimeve të Kuranit. Në rast se mungon ai, s'mundi me gjetë, atëherë komentimi i shkurt i përkthimit të Haxhi Sherif Ahmetit rahmeti pas shpirti. Tefsir metodologjik, sistematik, si për mësojmë në studentët tonë në universitet, si kanë bë arabt, besa dhe boshnjak në kanë kaluar, kanë përkthyë edhe nga gjuhë tjera, po ne shqiptarë botën shqiptare akoma jemi sakat. Dhe kemi folë pak për këtë çështje shqiptarët dhe Kurani, jemi sakat në këtë aspekt, e inshallah donë Allahu xhaleshanuhu që na prej vizioneve tona, prej planeve tona, projekteve tona, me themeluar një akademi të tefsirit në Ballkan. Një akademi qendër të tefsirit në Ballkan, po për komentimin e Kuranit dhe se si me komentu Kuranin dhe se si me interpretu ajetet kuranore, e inshallah donë Allahu xhaleshanu gjejmë një ekip nga shok dhe kolegë, ata cilët na përkrahin në çdo aspekt për të realizuar këtë ëndër. Doktor, pyetja e radhës vjen kështu, thotë desha të pyes doktorin çfarë mendimi keni për Sheikh Albanin, është pyetje e drejtuar nga një prej dëgjuesve të tjerë. Sheikh Albani, rahmeti pas shpirti, Allahu në xhennet, se kemi pas fatin më unë para durve ti caktimi Allahut. Ndërsa me Sheikh Shuaibin Arnautin, rahmeti pas shpirti, Sheikh Abdul Qadir Arnautin, rahmeti pas shpirti, Sheikh Wabi Suleiman Gavoqin, rahmeti pas shpirti,
me kretë ata dietarët e mëdhaj Mubarak, kemi pas fatin me përfitu për tyre dhe me mësu për tyre. Imam Nasruddin Albani, hoxhi o gjallarëve të hadithit, enciklopedia e hadithit, imam i cili nana rralla është me lind në këtë kohë, Imam Albani i cilët o gjallarë të Arabisë Saudite, me Sheikh Bin Bazin, me Sheikh Ibn Uthejminin, e Abdullah Gjebrinin, e profesorët e mi në Universitetin Islamik në Medine, në Fakultetin e Koranit Sheriatit, edhe gjetjohen e marë botës, e kanë pranua imamllëkun, aftësinë e tij, madhështinë e tij në shkencën e hadithit. Imam, a di çka do të thë imam? Nuk guxon me dalë para tij. Lider, ideal që Allahu xhaleshanu i ka dhënë. Prandaj, ai i cili e kundërshton, apo ai i cili e sulmon kët, apo Abdelkader Arnautin, apo Sheikh Shuaib Arnautin, apo ata xhallarët e mëdhaj, duhet mu tut pi Allahu xhaleshanu. Se tutna për ato që ka me vdek munafik, tutna për ato që ka me vdek e ndoshta edhe pa iman, se dashuria e hoxhallarëve është për imanit. Dashuria e ulemave sinqert është për imanit, për besimit. Ata cilët i kanë shërby sunetit, pejgamberit alayhis salam. Ata cilët e kanë shkri jetën për mi shërby fjalëve të pejgamberit alayhis salam. Në mësimin e haditheve përmendsh, në analizën e lozës transmetuesve me mia përmendsh. Ata njerëz janë evlija, mendimin tim, njerëz Zotit xhaleshanu. Ata njerëz që na nuk duhet kur mos me haru. Dhe duhet me themelue akademi, qendra islamike për me ringjall shkollën e tyre në mënyrë sistematike, akademike. Mi studiu librat e tyre dhe në për shkollat tona, në për medreset tona, në për fakultetet tona. E mua vjen keq, sante, që i pini disa student, disa djelmosha, që jenë devijuar nga rruga e drejtë, e fesë islame, jenë devijuar nga rruga e ulemave, nga rruga e diturisë, nga rruga e shkencës, jenë devijuar e pesgjasin gojen e gjuhën kundër atyre dietarëve. E po mi kritikojnë ata dietarët e mëdhej. E që ata që po flasin në fesë islame, unë lexoj burime të ndryshme, unë lexoj fraksione të ndryshme, mezhebe të ndryshme, unë i kritikoj Allahun student, ata kuku për ata. Kuku për ata që më bëm i thonë aty në vetëm ti thumi mua 2 hadithe të pejgamberit, vetëm 2 ose 1 me zinxhir. Nuk kjo gjendje ai me ta komentua ty me ta lexua hadithin e pejgamberit alayhis salam. Lemu me zinxhir apo me transmetues. E ai që punim kanë dalë tash në mendinit islam shumë llafazana, po student fakultet, Allah nuk dini temë me shkrujt, Allah nuk dini një temë me zbërthyje, Allah nuk din do thot një çështje se si me elaboru të aspektin akademik e sistematik, me parashtrua, po ai po mundohet me fol do thot se këto hadithet bëjnë, këto s'bën, po musulman Imam Buhariun, po musulman Imam Muslimin, po musulman po kritikon librat e Sunetit, Ibn Majhës, Nesaiut, Abu Dawudit, po Tirmidhiut e tjerë, edhe aty ka duke thonë hadithe të dobta, edhe ka aty hadithe që ashtu, student që me lexuar transkriptin e studimeve të tij, ku me di çfarë studenti ngelaç u kon ai, ku me di çfarë studenti dopt ka qenë ai, ku me di sa përqindje të ligjëratave ka prezantuar, e ku me di sa gjumin e ka bën e sa ka munguar ai. Se vet kemi punë me studenta që 25 vite, po, e kuku për ata cilët edhe për shqiptarve, mesin ton, po dalin tash në internet, edhe po debatojnë. Po turprohen për juve, o vëllezër të ndershëm, se më falni se e zgjatë këtë përgjigje moderator, po turprohen me dal pa u përgatit bre. Edhe pse këta temat këtë hafuz i kam qëtu i kam kry, elhamdulillah. Po turprohen pa u përgatit, tu jetu gjithmonë mos po gabaj, a po dal aty duke fol, të thot për këta imam të mëdhaj. Imam të mëdhaj, shkencën e hadithit i kemi imama, shkencën e fikut, ku t'jen puna e legjislacionit me zebeve, po se si do thot praktikohet ne i kemi imama tjera, do thot Imam Ebu Hanifën, Shafiun, Malikun, Hambeliun, po, kur kemi të kirajetet e Koranit, se si lexohet Korani,
me çfarë leximi kemi imama të tjerë, thënë ka studiuar në fenë islame bre. Po kur kemi të hadithi, ta ka bërë rivajet një Imam Albani një hadith, ka thonë është i vërtet, amin, mal Fatiha. Mos e lodh më tronin, Katar që në Katar, ditën e Gjuma, në Arabinë Saudite, në Medinë sa kemi qenë. E këtu, po, në Brunei, në Malezi, imamat, hutbe, pasi që përmend hadithin, po, e ka bërë rivajet Imam Buhariu, po edhe sahahahu al-Albani, edhe e ka vërtetu Imam Albaniu, e Shekh Shuaib Arnauti. Rahmet i pas shpirti. Allahu vorin u abof drit. Allahu vorin u abof xhenet. Inshallah dali pe fëmijëve ton, imama si Albani, si Abdelkader Arnauti, e si Shuaib Arnauti. E mësojnë hadithet e pejgamberit alayhis salam si bilbila e bëjnë gara koranore. Si shumë falë. Gjehel të madhe këta. Shumë padishem i kemi hoxhallar. Shumë padishem i kemi studentat. Shumë padishem i kemi në për medresë, në për fakultete. Shumë jenë bo përëndimor. Shumë jenë kopë mas orientalistave. Shumë jenë kopë mas jahudive, krishterve. Po, shumë studentat e dopt për në i qesin. Një hadith pejgamberit alayhis salam se din tamam me kuptu as një ajet se kuptojnë. Dalim falim para fejes e kritikojnë ata dietarët e mëdhaj. Duhet me kthy bereqetin e ulemave, me kriju shoqatat ulemave, me kriju shoqatat komisionit fetvave, me kriju komisionit tefsirit, komisionit të fikut, komisionit për jetën e pejgamberit alayhis salam, me rregullu këto çështjet. Këtë akademike, që libra në universitet e kanë mësu krejt, bre. Po as njoni s'punon më universitet, ku të krejt imam të bunu, bre. As njoni s'punon, bre. Shumë gjehel ka, bre. Shumë patitur. Allah i boft rahmet. Se jena bo dhe vetë këqi jena bo që shtu. Edhe në ka që Zoti Gjeleshanu këta dënimet. Po, valla. Allah i në ndihmon, t'i faleminderit. Inshallah, Allah në ndihmon. E largon këtë bela, e qomi pi gjumit pak se gjendja është e keqe, nuk është mirë. Allah i mbrojt, përfundojmë sot të moderatorën që ka është. Po. Doktor, faleminderit shumë. Aleikum selam, faleminderit shumë për kohën edhe për ligjëratën e sotme. Allah i rujt dhe u përcjellin përshëndetje dhe të gjithë shumë dëgjuesve që na kanë shkruar dhe na kanë përshëndetur. Dhe gjithë me komplimente më të mëdha për ligjërimin e sotëm, do të thotë po i cek disa me emra për shkak të respektit ndaj tyne. Është Darsi Arina, Bib Dushaj, është Elvana Hoxha Muça, është Hajrez Halili, është Faton Bytyqi, është Naser është Naseri, mbi emër nuk po ja gjithsesi. Është patjetër zotëri Mehmet Sjarina, njëkohësisht është edhe Sara Hoxha dhe shumë të tjerë që kanë shkruar komente dhe janë bërë pjesë e programit edhe gjithë duke ju komplimentuar për realizimin e emisioneve që po i bëni. Allah ju rujt edhe ju, inshallah. Faleminderit moderator, Allah ju rujt. Amin. Inshallah kanë bereqet këto emisione, na kemi nevojë për lutje tuaja, ju faleminderit me zemër, Allahu ju rujt, Allahu ju ndihmoft. Amin. Inshallah shifim emisione tjera të ardhshme me izin të Allahut xhaleshon. Ju përshëndes. Selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit shumë. Përshëndesim. Të nderuar dëgjues, ishim me profesor doktor Hafiz Hajredin Hoxha. Jeta me Kur'an, emisioni që realizohet çdo të martën në valët e radios Dituria Islame dhe këtë programe transmetuam drejt për së drejti për ju, miq të dashur, në radion Dituria Islame. Këtu po i vjen fundi këtij emisioni. Të gjithëve na ka emocionu doktorin në pjesën e fundit të programit, por gjithsesi me shpresë që të na bëjnë dobi gjitha këto mesazhe që i kaluam së bashku me doktorin sonte. Isha unë Avni Lugeqi në mikrofon dhe ju përshëndes shumë duke ju ftuar të na dëgjoni edhe në emisionet tjera çdo mbrëmje nga ora 21 në radio dituriaislame.com dhe në Facebook e YouTube. Në YouTube mund ta ndiqni tek programi natës, ndërsa në Facebook tek Radio Dituria Islame.
Në emër të Stavit Radios, ju përshëndes duke ju dëshiruar një natë mirë gjumë të ëmbël, nesër një ditë mbaret suksesshme deri në takimin ton tjetër, besni në mëshirën e të Madhit Zot. Natën e mirë.